Pa siguri nuk ka zhvillim, pa begati nuk ka dinjitet, dhe pa të dyja nuk ka shtet të fortë. Letja fillojmë nga e para, siguria. Siguria kombëtare për ne nuk është një koncept abstrakt. Ajo është reale, konkrete dhe e matshme. Së pari, shtrirja e sovranitetit në veri të vendit është një nga arritjet më të rëndësishme të shtetit ton viteve të fundit. Shteti sot është i pranishëm në çdo cep të territorit të tij. Ligji zbatohet njësoj për të gjithë. Kjo nuk ka qenë e lehtë, por ka qenë e domosdoshme. Dhe jemi krenar që ja dolëm bashk të realizonim atë që të tjerët para nesh e quanin të pamundshme. Së dyti, për të siguruar se nuk ka regres tek arritjet e drejtanishme. Ne kemi rritur ndjeshëm buxhetin për ushtrinë, duke forcuar kapacitetet tona mbrojtëse dhe duke e bërë forcën e sigurisë Kosovës një ushtri me armatim modern. Këto janë arritje konkrete të cilat e rrisin sigurinë e qytetarëve tonë dhe besueshmërinë e shtetit tonë. Por natyrisht ne nuk ndalemi këtu. Në mandatin që na pret, do të investojmë edhe 1 miliard euro të tjera në armatim dhe pajisje moderne ushtarake, ashtu që kushdo që mendon se mund na sulmoj, të mendoj 2 herë, kur mendon 2 herë lën krejt. Do të ndërtojmë fabrikën e municionit dhe dronëve, duke e kthyer sigurinë edhe në motor të zhvillimit ekonomik, teknologjik dhe industrial. Kjo do të thotë vende të reja pune, transferim njohurish dhe rritje e kapaciteteve vendore. Do të fillojmë programin Do të fillojmë programin e rezervës vullnetare në kuadër të planit për mbrojtje gjithëpërfshirëse. Secili e secila që don t'i dalë në mbrojtje vendit ton do të përfshihet në trajnimin bazik ushtarak dhe do të ketë armën e rezervuar personale të ruajtur në kazermë. Dhe në rast të mobilizimit, secili e secila do ta di vendin se ku duhet lajmërohet për të marrë armën dhe cilat detyra do t'i ketë. Mirë po, siguria kombëtare. Mirë po, të nderuar të pranishëm, siguria kombëtare nuk kufizohet vetëm në mbrojtje ushtarake. Siguria është edhe energji.